Me temën ngritja e bletarisë, pyllëzimi me bimë mjaltdhënëse u organizua takim diskutues me bletarët e komunës së Gjakovës. Iniciues të këtij takimi ishin disa të rinj. Përfaqësuesi nga shoqata bletarëve Florim Dautaga prezantoi një përmbledhje për shoqatën e bletarëve dhe bëri një vlerësim për rënien dhe ngritjen përgjatë viteve 1953-2014 të prodhimit të mjaltës, të familjeve që ishin të varura nga bletaria dhe sa janë tash. Por çfarë është e nevojshme është jetike për neve bletarët pëllëzimi, për shkak se ka pas luftës një degradim, mos themi i jashtëzakonshëm ka qenë për shembull degradimi i pyjeve tona edhe i kullosave për bletari, për shkak shumë faktorëve. Faktori kryesor është faktori njeri, i cili ka prerë ato pyje, faktori madhor, zjarret të ndryshme të cilat na kanë shkatruar një pjesë të kullosave tona, të mos t'i prejmë pyjet tona, rënd e pa rënd, pa leje, pa vetë kon, kullosat për në shkatrohen, për në ndryshohet klima, shumë shka për përmblidhet në atë degradim natyrës jonë. Mungesa e pyllëzimit dhe revitalizimi i kullosave, mungesa e trajnimeve dhe investimet e pakta janë disa prej faktoreve kyç të shkatrimit të bletarisë. Organizatori i këtij takimi Adriatik Myha u shpreh se qëllimi i tyre ka qenë që t'ju dalë në ndihmë bletarëve për problemet me të cilat ballafaqohen ata. Qëllimi jonë është organizimi i debateve publike, ku i përfshim domethënë qytetarët dhe insistojmë avokute institucionet kompetente për marrë një zgjidhje e kërkesave qytetarëve. U fol edhe për kullosat që ka Gjakova. Trumza është kullosa me rendimente të shumta ushqyese. Njëra ndër kërkesat e bletarëve ishte shumimi i bimës Evadia, që siç njihet edhe me emrin Truri i Bletës.